Në një takim me gra e vajza nga e gjithë Shqipëria për të treguar se çmon rolin e tyre veçanërisht në politik, kryeministri Edi Rama bëri me dije se në listat e kandidatëve vendin u ka ruajtur në pjesën e sigurt. Ne burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate. Ndërsa gratë do t'i ndajmë në 2 pjesë. Nikoqiret e gjithë këtij procesi të 4 viteve të ardhshme në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do t'jenë pjesë edhe e listave të hapura. Në listat e mbyllura ne do të kemi djem, do të kemi vajza, do të kemi gra që janë forca e të res, janë forca e gruas. Krahasimin u bëri me kundërshtarët politik duke ironizuar koalicionin e Sali Berishës dhe kandidatët e pritshëm të Partisë Demokratike. Kanë grumbulluar të gjitha rraqet mashkullore të Shqipërisë në emër të një madhështie që Zoti e di se ku është, se gjëja më madhështore që unë shoh në ata anë janë mustaqet e Kujtim Gjuzit. Shikojeni mustaqet e Kujtim Gjuzit dhe aty e keni kartë vizitën e madhështisë së asaj bauleje me rraqe. Marzinë Radhës cilësoi organizimin e protestës për mbylljen e TikTok dhe thirrjen për të bojkotuar mësimin. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e Marzisë për të protestuar pse do mbyllet TikToku. Tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Thirrjes së opozitës për të bojkotuar shkollën, Rama ju përgjigj në një mënyrë ironike. Thirrjen time për të gjitha gratë që i kanë burrat demokrat. Burrat mbajnin në shtëpi në 11 maj, jo fëmijët për shkuar në shkollë. Në fitoren e 11 majit, përballë asaj që e cilëson opozitë kënet, jo vetëm thotë se është i bindur në fitore, por pritshmëritë Rama i ka të mëdha.